Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos pini kurrë kafe nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Për shumë njerëz, pirja e kafes në mëngjes është një nevojë më se domosdoshme. Kafeja ofron energji të hapësyt dhe në varësi të antioksidantëve mund të mbrojë gjithashtu zemrën dhe trurin tuaj dhe të sjellë shumë efekte të mira në organizmin tuaj. Sipas Brightside, do të rendisim disa arsye pse nuk duhet të pini kafe në këtë situata, dhe sipas ekspertëve duhet të tregojmë të kujdesshëm me atë që ndodh organizmit tuaj nëse pini 3 kafe në ditë. Gjithashtu, ka ndikuar edhe që të kërkoni se çfarë ndodh organizmit nëse hiqni dorë pa pritur nga kafeja. Kafeja mund të ndikojë tek aciditeti në stomak. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga refluksi i acidit dhe probleme të tjera të zorëve dhe stomakut duhet të jenë të kujdesshëm me konsumin e kafes. Ato sqarojnë se kujdesi është i nevojshëm sepse kafeina nxit simptomat e refluksit dhe përkeqëson atë. Njerëzit që vuajnë nga aciditeti i lartë në stomak duhet të pinë kafe me qumësht bajame, are kokosi ose shtazës pa yndyrë. Rritja e sasive të kalciumit në filxhanin e kafes ul ndjeshëm nivelin e aciditetit të pijes dhe e bën atë më të butë për stomakun. Por kur është koha më e mirë për të konsumuar kafe? Studime të shumta mbi rolin e kafes kanë zbuluar se koha më e përshtatshme për të pirë kafen është edhe për të përfituar maksimumin e vlerave të saj, nuk është mëngjesi, por paraditja, në fillim të pasdites. Kur kafeja pihet në mëngjes, njeriu bëhet alert dhe më i vëmendshëm dhe këto të dyja zbehen shumë më shpejt pas disa orësh. Për këtë arsye, ekspertët thonë se kafeja pihet paradite rreth 3 deri në 4 orë pas zgjimit. Në këtë pikë të ditës, trupi ka më pak hormon stresi dhe ka nevojë për energji për të mbajtur sa më shumë aktiv gjatë ditës. Por cilat janë efektet negative të kafes në organizëm? Ajo stimulon dhe ndes trurin. Ndikimi i parë që ndjejmë kur pijmë kafe është një zgjim i menjëhershëm. Kafeina është një stimulant që shkon në tru dhe e bën që përkohësisht të mos ndjeheni të lodhur. E bën këtë duke bllokuar receptorët e adenozinës, një substancë që trupi e prodhon për të rregulluar gjumin dhe të bën të ndjeheni të përgjumur. Kafeina stimulon gjithashtu prodhimin e adrenalinës, hormonit që jep energji. Shkencëtarët e Universitetit të Harvardit kanë zbuluar se edhe kafeja ndihmon në largimin e depresionit. Por truri me kalimin e kohës mesohet me këtë pije dhe efekti i saj zbehet. Kjo shpjegon varësinë që ka në disa persona ndaj kafes. Pirja e tepërt të kafes mund të çojë në ngritjen e tensionit. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të përkohshme të tensionit, pasi venat ngushtohen dhe zemra punon më fort. Ky efekt shkaktohet pasi adrenalina arrit rrahjet e zemrës, por gjithçka shkon në normalitet mbas 3 orëve. Kafeja përshpejton metabolizmin, por irriton zorët. Kafeina ka ndikime të mëdha në metabolizmin e trupit. Është diuretike që do të thotë se veshkat të lëshojnë lëngjet që mbajnë, por kafeja mund të irritojë edhe fshikëzën duke bërë që vizita në tualet të jetë më e shpejtë. Nëse pihet me stomakun bosh, mund të stimulojë lëshimin e lëngjeve gastrike dhe kortizolin, siç është edhe hormoni i stresit. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm. Shumë njerëz në të gjithë botën shijojnë në këtë pije ose të nxehtë ose të ftohtë, duke bërë pjesë të rutinës së tyre të përditshme ose në momentet kur ato kanë nevojë për energji shtesë dhe rritje të përqendrimit. Një studim i fundit ka zbuluar se numri i kafeve që njerëzit kanë konsumuar nga viti 2012 deri në vitin 2018 është rritur ndjeshëm. Kafeja ofron një numër të përfitimeve shëndetësore, të cilat inkurajojnë më shumë njerëz që të shtojnë në këtë pije në dietën e tyre, duke reduktuar kështu prekjen nga sëmundjet që lidhen me mëlçin, radikalet e lira, diabetin, si tonel.com. Sidoqoftë, të qenit i varur nga kafeja mund të çojë në disa probleme shëndetësore. Studiuesit kanë zbuluar se kafeina e tepërt në trup mund të dëmtojë shëndetin mendor ashtu dhe atë fizik. Një individ duhet të konsumojë jo më shumë se 400 mg kafe në ditë, sipas administratës së ushqimit dhe barnave FDA. Nivelet të larta të kafeinës mund të ndikojnë në transmetuesin nervor në tru, të cilat mund të shkaktojnë shqetësime dhe dhimbje koke, ndër probleme të tjera.
Detoksi i kafes mund të ndihmojë në bllokimin e efekteve anësore të mundshme të kafes. Shmangja e kafes për disa ditë mund të sigurojë një numër të përfitimeve dhe të përmirësimit të shëndetit tuaj. Gjithashtu, por çfarë përfitojnë në të vërtet njerëzit nga detoksi i kafes? Së pari mund të themi se eliminimi i kafes ndihmon në përmirësimin e gjumit. Kafeina mund të rrisë nivelin e energjisë duke shkaktuar pagjumësi. Pirja e kafes pasdite mund t'ju bëjë që t'ju mbajë zgjuar gjatë natës dhe madje të shkaktojë çrregullime të gjumit edhe gjatë natës. Përmirësohet më mirë shëndeti oral. Më pak ose as pak kafe gjatë ditës mund të ndihmojë në uljen e zverdhjes së dhëmbëve dhe mirëmbajtjen e smaltit të dhëmbëve. Sasitë të lartë të kafes janë të lidhur me dhëmbët të hollë dhe të brisht. Ndihmon në humbjen e peshës. Sasia e kafes ju ndihmon që gjatë ditës mund të përmbani më shumë sheqer dhe përbërës të tjerë me kalori të larta. Ky kombinim mund të kontribuojë ose të humbë peshë dhe në shtim të peshës, pasi kafeja mund të ndikojë në oreksin dhe në urinën tuaj. Përmirëson humorin tuaj. Efektet e këqija të kafes ndodhin zakonisht pas konsumit të lartë. Pas rritjes së përqendrimit më vonë mund të çojë në nervozizëm, stres ose ankth. Kafeja gjithashtu mund të shkaktojë cilësi të dobët të gjumit, gjë që ndikon në qëndrimin tuaj gjatë ditës. Detoksi i kafes mund t'ju ndihmojë të qëndroni më mirë dhe më qetë gjatë ditës. Ulni konsumin tuaj në mënyrë dramatike brenda 5 ditëve. Filloni duke pirë vetëm një filxhan duke promovuar alternativa të tilla si çaji ose kafe dekafeinato, derisa të arrini të hiqni dorë plotësisht nga kafeja, nëse ajo ndikon negativisht në çështjet tuaja shëndetësore. Dëmet që sjell pirja e tepërt e kafes në trupin tuaj mund të ndikojë negativisht në një sër çështjes. Disa nuk mund të fillojnë në ditën pa pirë një filxhan kafe dhe disa të tjerë e mbajnë gjithmonë para edhe filxhanin e madh të saj. A e dini se kafeja e tepërt mund të dëmtojë shëndetin dhe trupin tuaj? Ja cilat janë disa nga pasojat negative të pirjes së tepërt të kafes vazhdimisht në ditën tuaj. Ju bën të dëgjoni zëra. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourneit, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan, mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes mund të dëmtojë kështu shëndetin tuaj të mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Diagnosing Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, doza e vogël e kafes ndihmon trupin të detoksifikohet, por sasia e madhe e saj mund të ketë pasoja të kundërta dhe të dëmtojë gjithashtu shëndetin tuaj të mëlçisë. Pirja e tepërt e kafes mund të rrisë trysnin në gjakun tuaj. Studimi i kryer në Mola University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e zemrës dhe mund të shkaktojë probleme të frymëmarrjes, të bën nervoz dhe të paarsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transmetimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë procesin e vendimarrjes. Mund të shkaktojë pagjumësi. Kafeja mund të përkeçojë me 6 orë kohën e gjumit dhe duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe përpara se të flini. Ajo nxit shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin më shumë vitaminën D në dietën e tyre. Pirja e tepërt e kafes mund të nxjisë urinimin e shpeshtë. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikëzën e urinës dhe të nxjisë edhe shpeshtësimin për të urinuar. Mund të shkaktojë dhimbje të forta koke. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe depresion. Ekspertët këshillojnë që, përpara se të pini kafe, të tregoheni më të vëmendshëm edhe me sasinë e saj. Pirja e tepërt e kafes mund të nxjisë ankthin. Kafeina njihet si një rritje e gatishmërisë. Nëse vëreni se shpesh ndjeni nervoz, konsiderojeni si shenjë për të ulur konsumin e kafes dhe monitoroni vazhdimisht për të kuptuar sasinë e kafes që organizmi mund të tolerojë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.